unë preferoj që të bëm një orar të dhënjes në muajin Ramazan. Apo bëjnë një orar të dhënjes në muajin Ramazan. Do të thotë, përcaktoj një shumë caktuar vetes tënde që çdo ditë e jap. Po. A dim pse? Për shembull, nëse ti i ke mundësi të më dhon 20 euro Ramazan gjatë 20 euro gjatë muajit Ramazan. Ka që ke mundësi, nuk mundesh më shumë, për një muaj ditë nuk mundesh më tepër, në rregull. I them mos jep më një herë. Apo si do të japos? Jepi të ndara, që çdo ditë te Allah të shuash dorëdhënës. Nga se nëse jap një herë shku, edhe kjo ka sevap. Po. Por mundohu që çdo ditë tek Allahu të regjistruosh bamirës në fusha të ndryshme. Bamirës me Kur'an, bamirës me namaz, bamirës me falje, bamirës me sjellje të mirë, bamirës me dhënje e kështu me radhë. Mundohu që çdo ditë Ramazan të japash. Qoftë simbolikisht 50 cent. Apo diku ti kryen punë, blen një bukë. Padyshim. Apo 1 euro. 1 euro të ndara për 30 muaj, po do të çdo ditë 30 euro. Ato një breng më pak për dikë. Normal, ama 1 euro për dikën është 2 bukë, është një bukë edhe një shishe ujë. Ose tash mos ta ndajmë kështu, por dua të them që mundohu që çdo ditë të jesh dorëdhënës. Ka sa është muaj i bujarisë. Çdo ditë mundohu me gëzu dikën, por mos të jetë bujaria jote e kufizuar vetëm në dhënje materiale si kur e ka. Nga se pejgamberi sa më ka thënë tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ti buzëqesh vllaut të në fytyrën e tij është sadak. Ta bëjmë këtë muaj Ramazan më tepër buzëqeshje mes vete, apo në familje. Më pak hidhrim, më pak mllef, më pak ngarkesa, apo më tepër buzëqeshje, më tepër disponim, më tepër lumturi, më tepër timi gjokshapur e kështu me radhë. Ka sa kjo është pjesë e bujarisë që e manifeston te i dërguari sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan.